dhe kam arritë t'i siguroj biletat nëpërmjet dy shokëve të mi serb, futbollista, dhe kam shkuar atje vetëm, kam fjetë në Beograd dhe jam futur në stadiumin e Partizan Beogradit. Nuk situata përshkallëzoi dhe ka qenë shumë e rëndësishme që të dinin gjallë nga stadiumi. Po mbas informacioneve që kam, nuk mendoj që do luhet në Beograd, mendoj që do luhet në Leskovac, në një stadium 8000 vëndësh. Tashmë shtëpia e re e Federatës Serbe kanë krijuar një mini stadium pak a shumë me kushte jashtëzakonisht shumë moderne, por i vogël. Do ndiqet edhe një politik, siç është ndjekur edhe në ndeshjet e Shqipërisë, që do lihen jashtë ultrasit nacionalist. Mund të jetë një stadium 8000 vëndësh me njerëz normal, me sportdashës, mund të ketë thirrje, se është normale të ketë stadium, por nuk do jetë ajo mbrëmja e 14 tetorit siç ishte në stadiumin e Partizan Beogradit. Kjo është një gjë jashtëzakonisht shumë e mirë, po ka një gjë pozitive, është organizimi që ka pas Federata në bashkëpunim me Policinë e Shtetit në takimin ndaj Serbisë, sepse nuk pati incidente dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht shumë pozitive. Pastaj këto thirrjet dashje badashit do ketë, sepse njerëzit nuk mundin ta lësh stadiumin bërtasin, tolerancën të mbështesin ekipin e tyre dhe po është një gjë që duhet lënë vetëm tek shkalla e stadiumit, mos ketë probleme brenda fushës nga tifozët. Lojtarët le të luajnë, të ketë duele fizike, është një gjë jashtëzakonisht shumë normale, thjesht të jetë një ndeshje fair play. Tani, me dëshirën tuaj, mund të na flisni pak për ndeshjen e 2014-s në Beograd. Si arritët ju të futshit mes tifozëve? Jo, unë kam qenë futbollist në Iran dhe kam arritë t'i siguroj biletat nëpërmjet dy shokëve të mi serb, futbollista, dhe kam shkuar atje vetëm, kam fjetë në Beograd dhe jam futur në stadiumin e Partizan Beogradit. Nuk kam pasur si problem, unë jam njohur shumë i mirë i gjuhës serbo-kroate, dhe në 33.000 spektator nuk është se kam pas probleme unë fare, sepse të gjithë kanë qenë të fokusuar tek sharjet ndaj ekipit kombëtar. Normalisht nuk ka ardhur mirë sepse kishte një lloj urrëtie që nuk e kuptoj nëse bëronte. Megjithatë, kur e mendoj, ka qenë një natë shumë e vështirë, sidomos për djemtë e ekipit ton kombëtar, që mbi të gjitha situata përshkallëzoi dhe ka qenë shumë e rëndësishme që të dinin gjallë nga stadiumi. Unë kam qenë, do thoja, si spektator, nuk kam shkuar me pjesën e tifozëve shqiptarë, pavarësisht se ka pas një lloj kërkese nga ana e autoriteteve shqiptare, nuk janë pranuar dhe kam gjetur rrugën e mia private, sepse me një karrierë shumë të madhe në futboll kemi krijuar miq si nga Serbia, nga Kroacia, nga Bosnia, nga vendet e Jugosllavisë, dhe edhe sot e kësaj dite kam kontakte, siç kishin do të dëshirë të vinin në ndeshjen në Elbasan Arena apo në Tiranë, gjë të cilën ju kam bërë dhun ftesë, por nuk kanë pranuar, si duket i vazhdojnë ende me mendimin që Shqipëria është vend i rrezikshëm, por unë them gjithmonë që Shqipëria është shumë vend i pritës. Mbrëmje që po ta dija më përpara nuk do kisha shkuar, por ishte ajo kënaqësia që na ra shortin me Serbinë dhe doja shumë të shikoja takimin. Po tek takimi i ardhshëm që ne kemi me Serbinë, do jeni pjesë? Mendoj që po, është takim në Leskovac, mendoj që po, me qenë se po më bëni këtë pyetje, momentin që do siguroj biletat, do ja u përcjell direkt. Privatisht mund të arrihet të sigurohet bileta, nuk është se është problem, nuk është se ka probleme me në futjen e stadium, nuk është se ka probleme të tipit siç ishte në Tiranë që me kartë identiteti. Jo fare, arrin sigurosh dy bileta dhe mund futesh. I gjithë problemi është tek mënyra se si organizohesh, kush do të presi, në mënyrë private dhe mënyra si që do futesh në stadium, mos kesh sende që të cënojnë ndeshjen e futbollit. Po jo, nuk është. Mendoj që do jem dhe momentin që do siguroj biletat do t'ja u përcjell. Edhe pse matematika na mban ende në lojë, a mendoni se na është shuar ëndra e botrorit bazuar te dy ndeshjet që kemi luajtur deri më tash? Unë fiksova më përpara. Personalisht mendoj që po, sepse kemi humbur 4 pikë, çka do na ndikojë direkt tek vendi i dytë. Serbia ka një takim me Letoninë në Riga, në shtator, dhe me shumë mundësi
do ta fitoj, çka do bëmë që na dilshin sipër në tabelën e renditjes. Kanë 2 takime më pak, ne do të kishim përfituar më shumë sepse mundësitë i kemi pasur. I kemi pasur, por gabimet tani do ndikojnë dhe mendoj që në fillim do të fitojmë me Letoninë në Tiranë, pastaj do të fitojmë në Serbi, çka do thotë që këto 4 pikë që kemi lënë, llogaria shumë e thjeshtë të marrim 6 pikë në 2 takimet e shtatorit. Pas ndeshjes me Letoninë, Rjeti ka shpërthyer me komente, teksa kërkoi dorëheqja e Silvinjo. Si e shikoni juve të ardhmen e atij tashmë? Mendoni se cikli i tij ka përfunduar? Po Silvinjo ka bërë punë jashtëzakonisht shumë të mirë tek Shqipëria, deri në momentin e Europianit, pastaj në Europian pati një lloj çdimi në leximin e lojës, pati një lloj çdimi në situatat e zëvendësimeve, ku dhe shumë specialistë ja vun dukje, e filloi mirë Nation League me fitoren ndaj Ukrainës, por pastaj pati një lloj regresi të jashtëzakonshëm, nuk e kuptoj arsyeën. Shumë zëvendësime, ka humbur dhomat e zhveshjes, shumë probleme me lojtarët, nuk e kuptoj edhe unë, por mendoj që koha e Silvinjos tashmë është drejt fundit dhe mendoj që Shqipërisë duhet një trajner i ri. Të paktën në rrjetet sociale kanë qarkulluar shpesh emrat e Ilir Dajës, Tetovës, Besnikasit si alternativë të mundshme për drejtimin e kombëtares. Mendoni se ka ardhur koha që kombëtarja shqiptare të ketë një trajner shqiptar? Po, për të 3 emrat që lakuat, jam plotësisht dakord, do doja shumë që t'ishte një shqiptar, sepse do i hapte rrugë edhe trajningut shqiptar për të përmirësuar më shumë tek respekti te meritokracia, sepse trajnerët shikohen me një sy, se ky është trajner shqiptar. Dakord, ky është një trajner shqiptar, por futbollistët që kanë dalë, si Muçi, si Ozuni, si portieri Dajsinani, si Julian Sheu kanë ardhur nga kampionati shqiptar dhe po performojnë jashtëzakonisht shumë mirë. Jasir Hasani ishte te Partizani, nuk u preferua që grumbulloi. Erdhi me ekipin kombëtar, u pa me një sy jo të duan, ju desh pastaj që të shënonte Jasir Hasani, që shikojnë prit se ky është Jasir Hasani. Por ne këtu e kemi pasur Jasir Hasani, ne këtu e kemi pasur Julian Sheu, ne këtu e kemi pasur Myrto Ozunin, Ernest Muçin po ashtu. Pra kampionati shqiptar është kampionat shumë i fortë. Sigurisht që i mungojnë klubet me financa jashtëzakonisht shumë plane, por të siguroj që si trajnerët ashtu edhe futbollistat janë futbollistë jashtëzakonisht shumë profesionistë dhe mendoj që do të ketë një shans edhe për trajnerët në të ardhmen. Jashtëzakonisht shumë dakord si Besnikasi, Ilir Tetova dhe Ilir Daja. Po. Dua të ndalem pak dhe situata tensionuar mes tifozëve Kuqezi dhe Federatës Shqiptare të Futbollit për akuzat për shortin e biletave që nuk po ndalen. Çfarë mendimi keni ju? Po kjo është diçka që i takon organizatorëve. Unë si trajner, si ish futbollist, mund të flas në lidhje me ato çka shikojnë në fushë. Kjo është diçka që mund të merret duhet specialist, por si trajner, si ish futbollist, do të kishin gjetur gjuhën e përbashkët të dyja palët, do të ishin ulur, do të kishin folur, sepse në mes është ekipi kombëtar. Si Federata Shqiptare që ka pluse, po ashtu edhe tifozët Kuqezi, mendoj që ndeshjen me Serbinë do të kishin gjetur gjuhën e përbashkët që ai takim të ishin tek zëra, të ishin në stadium për mbështetjen e tyre. Ka 21 vite që e mbështesin kombëtarën, që nuk kanë lënë cep të Europës pa shkuar, dhe kjo gjë tani më duket një thyrje shumë e madhe dhe çdo lloj problemi që pasqyrohet mes të dy palëve pasqyrohet edhe në fushën e lojës. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë, cili është mesazhi juaj për djemtë kombëtare? Si do t'i motivoni ata për të marrë pikët maksimale në dy ndeshjet e ardhshme? Po motivimi është shumë i thjeshtë. Bëni krenar çdo shqiptar, besoni te aftësitë e juaja, bëni krenar familjet tuaja. Janë 2 takime, duhet fitojmë me Letoninë dhe duhet shkojmë pastaj në Beograd për fituar në Serbi, duhet shkojmë për fituar atje. Në futboll, të treja rezultatet janë të mundshme, futbolli është i bukur sepse nga momente jo ka dhe momente po, dhe nëse ne bashkohemi, nëse ne kemi frymë pozitive,
mund t'ja dalim. Kështu që dhe duke parë gjithë popullin që kanë nga mrapa, mendoj që djemtë dhe kombëtarës duhet bashkohen dhe duhet të marrin maksimumin e pikën e këto dy takime. Profesor, unë ju falenderoj shumë për intervistën dhe për kohën tuaj. Shumë faleminderit dhe ju.